plani është shumë i qartë. Është ky plani i Trumpit apo s'është ky plani i Trumpit? Ky plani i Trumpit sepse e prezantoi i deleguari i Trumpit, Kellogg, e prezantoi ai këtë dhe ja prezantoi edhe liderëve evropian. Pra edhe Bashkimit Evropian, ja ka prezantuar edhe Ukrainës, edhe Ukraina ka rënë paramisht dakord. Pra ka një ndarje, pra janë fronti do të spostohet, do krijohet zona tampon dhe përballë zonës tampon nga krahu perëndimor do të ketë forca ukrainase. Ma bëj pak në spide këtë hartën. Do ketë forca ukrainase, edhe pas forca ukrainase bëhet fjalë për rreth deri në 100 kilometra, pastaj do jenë forcat e sigurisë. Pra, do diskutohet, sepse edhe në aty e ka thonë pak e turbull do ajo, sepse thotë që forcat e sigurisë do jenë vetëm në anën perëndimore të lumit Dnjepër. Po do të thonë që Krimea do njihet ndërkombëtarisht si pjesë e territorit. Është hedhur kjo që pjesë për ta bërë Trump që të pranoj, për ta bërë presidentin Putin që të pranoj këtë, është që të pranoj ekzistencën. Gati 25% e territorit të Ukrainës kjo që shohim. Për Krimen, deklarimet e fundit janë që mund ta njohë si territor mund ta njohë si territor rus. Kurse këto nuk mund të njohë si territor rus, po si territoret që janë në administrimin për momentin, se çfarë do bëhet nesër, gjithë kjo është pjesë e një plani, gjithë kjo është pjesë e një plan. E para që nuk besoj që Trumpi do ta pranojë këtë plan, është thjesht një marrje hua e generalit Kellogg. Plani nuk është i Kelloggut dhe as i amerikanëve. Plani është i rusëve. Dhe rusët kanë lozur në mënyrë mjeshtërore, duke ofruar këtyre një plan dhe duke futur në një kurs të papar evropianët dhe amerikanët. Në dhjetor të vitit që shkoi, në tetor të vitit që shkoi, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë publikon një studim që e quan studim për veprimtarim politiko-ushtarake globale deri në vitin 2025. Dhe në dy faqe të kësaj jep edhe çështjen e Ukrainës, bile jep edhe një hartë. Dhe e ka ndarë Ukrainën në 3 rajone. Ja, kjo është harta. Kjo është harta që ka publikuar Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Dhe pjesa poshtë me të kuqe është territori rus. Pjesa me të verdhë është territor që i përket shtetit Ukrainas me një qeveri pro-ruse, e ka përcaktuar qartësisht. Ndërsa pjesa e verdhë thot është territori kontestuar dhe thot territori kontestuar midis Hungarisë, Polonisë, Slovakisë, dhe Rusisë, dhe Bielorusisë. Tashmë çka ka bërë? Kelloggu ka marrë këtë planin me këto treja dhe çka ka bërë? Ka menduar të bëhet i zgjuar dhe ka thënë që te kjo pjesa e tretë, pra te kjo që është e kontestuar, ç'a bëjmë? Fusim trupat NATO-s në mënyrë që NATO mos të dalë humbse totalisht, sepse luftën e humbi, po të paktën në rast se arrim të çojmë trupat e NATO-s në Ukrainë, themi që e fituam luftën, se ne për këtë bëjmë luftën, që të shkonim trupat e NATO-s në Ukrainë. Pra, totalisht Rusia i ka futur në lojë këta. Dhe tash po lozim një plan dhe kanë paraqitur Putinit planin e tij. Dhe i thonë, a jeti dakord me këtë planin? Ai thotë dakord jam, po vetëm trupa të NATO-s në Ukrainë nuk ka për të pasur. Shara, është komplet një përmbysje kjo analizë. Unë nuk mendoj këtu ne flasim çka ka informacion zyrtar, jo çka ka Në informacion zyrtar e ka publikuar Ministria e Mbrojtjes e Rusisë atë. Është informacion zyrtar i publikuar. Dhe generali Kellogg, ke edhe generalët, edhe shefi i shërbimit sekret Ukrainas vjet në nëndor doli dhe ka dhënë një intervistë. Pikërisht flet për këtë plan, e hodhi poshtë totalisht, kjo është çmenduri.